Në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, Qendra e Gruas Hapa të Lehtë, në bashkëpunim me aktoren e njohur Ema Andrea, organizuan shfaqjen teatrore Ninulla e Zgjimit. E bazuar në dramën e shkurtur të autorit Revelli Robinson, kjo shfaqje vë në qendër zërin e gruas dhe realitetet shpesh të padukshme të dhunës, duke përdorur artin si një formë të fuqishme ndërgjegjësimi dhe reflektimi shoqëror. Ky aktivitet realizohet në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, i cili realizohet nga Qendra e Gruas Hapa të Lehtë në kuadër të projektit Krenar të kemi të drejta, i financuar nga Bashkimi Evropian, i zbatuar nga Qendra e Gruas Hapa të Lehtë, KOSPE dhe OMSA. Është një aktivitet i cili ka në qendër të vëmendjes së tij gruan dhe dramën e saj. Historia merr shkas nga drama e Robinson Reveal dhe është një dramë të cilën ne vendosëm ta quajmë Ninulla e Zgjimit, duke menduar që do t'i japim mesazhe të forta për gratë dhe vajzat të cilët akoma vazhdojnë të jenë viktima të dhunës në familje. Zëvendëskryetaria e Bashkisë Shkodër Teuta Qyteza tha se çelësi i suksesit është vetëm denoncimi i dhunës. Unë si përfaqësuese e si një nga ju, përfaqësuese e Bashkisë Shkodër, që punoj çdo ditë me ato gra dhe vajza që merren me të drejtat e grave dhe vajzave të dhunuara dhe shumë prej atyre që luftojnë e përpiqen edhe ja dalin, por të atyre sigurisht që gjejnë rrugën për të gjetur çelësin e zgjidhjes problemit. Dhe çelësi i zgjidhjes problemit dhunës është denoncimi i dhunës. Në këto 16 ditë të aktivizmit dhe të solidaritetit, që të gjitha bashkë, edhe ka që jemi pak, ne duhet jemi shumë më tepër në solidaritet e njëra tjetrës, të çdo gruaje, të çdo mikeje, të çdo kolegeje, që vuan në heshtje dhunën. Sepse ajo që e denoncon, ajo që e shpreh, ajo që e ankon, e gjen mbas një zgjidhje. Problemi jon është heshtja. Ne duhet të jemi të gjitha kundër heshtjes për dhunën. Përmes performancës artistike, të pranishmit përjetuan emocione të forta, ku në qendër ishte parandalimi i fenomenit të dhunës me bazë gjinore.